Mirëmëngjes, të nderuar shikues dhe mirë se vini në koha për të zgjuar. Do të jemi së bashku ashtu si çdo mëngjes, fillimisht për të njohur me shtypin e ditës e më pas do të jemi në hapësirën e telefonatave, ku do të kemi mundësinë të komunikojmë së bashku për çështje që ju shqetësojnë apo për tema që ju dëshironi t'i ndani me publikun. Sot është e mërkur, data shënon 19 gusht 2026 dhe do të nisim pa humbur kohë me gazetën më të madhe në vend, gazetën Panorama. Gazeta Panorama vjen me krye artikullin "Kërkesa e protestuesve SPAK kuje duam drejtësi me peshqit e mëdhenj, aktivisti, të publikohet dosja e Ballukut". Shtatori i fuqishëm, protesta kundër qeverisë ka hyrë në ditën e 81, ndërsa qytetarët në shesh kërkojnë dorëheqjen e Edi Ramës dhe arrestimin e peshqve të mëdhenj. Aktivisti Andi Tepelena ju drejtua SPAK-ut me kërkesën për të vepruar ndaj tyre, ndërsa kërkoi që dosja Balluku të bëhet publike. E gjeni të plot në faqen 2 dhe 3. Nga pasaportat e monedhat, hapa drejt shtetit Bektashi në Tiranë, çfarë po përgatitet në shtator, akuzat e protestuesve ndaj Ramës. Media franceze zbulon detajet, gjithçka është gati, detyra që do të marrë ish këshilltari i Bill Clinton. Jo e mëtej, festa në Ksamil kthehet në tragjedi, vritet me thik turisti portugez 12 persona në pranga. Sherri për një vajzë, autori kapet në bagazhin e makinës së 2 turqve. E plot në faqen 7. Të përndjekurit, dëmshpërblimi, çelet kësti 4, lista me trashëgimtarët në faqen 22. Për pensionistët, abonet falas, hapet tenderi për sistemin e ri në faqen 11. Reportazhi në përgjurmët e Migjenit në Puk të panjohurat e poetit në faqen 14 dhe 15. Në rubrikën Opinion do të lexoni Pater Hapel nga Sander Leshaj. A ka ardhur koha për një alternativë tjetër politike nga Irena Beqiraj. Dëshmia e Vinçanit për 1943-shin, Tito në krye të PKSH-s, propozimi i Enver Hoxhës që befasoi të gjithë në mbledhjen e PKSH-s. Vjen në faqen 16 dhe 17. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Panorama për këtë mëngjes. Do të ndalemi tani në një tjetër gazetë të përditshme, do të shohim titujt kryesor të gazetës Telegraf. Bankat që i hapën krimit mbi 620 llogari me 400 miliard lekë asete, është titulli kryesor i gazetës Telegraf. Me turizmin fiton shteti e biznesi, ndërsa pensionistëve nuk u hyn asgjë në xhep. Speciale nga Ilirian Ballaj. Pensionistët e Vlorës dhe gjithë qyteteve bregdetare krenohen kur shohin qytetet të mbushura me vizitore turist, pasi ata konsiderohen si një nga motorët kryesor të zhvillimit ekonomik, por për pensionistët vera nuk ka të njëjtën shije si për turistët që mbushin Bregdetin, pasi të moshuarit shqiptar me pensionet që marrin nuk kanë mundësi të bëjnë një javë pushime në Bregdet. Pra me turizmin fiton shteti, fiton biznesi, ndërsa pensionistëve nuk u hyn gjë në xhep dhe nuk ushtohet gjë në tavolinën e bukës. Kryeministri Rama, turistët e huaj në port pushtojnë Vlorën, qeveria paket të integruar afatgjat me investime në jug. Vjen në faqen 2. Analiza Ylli Aslani, Tirana e ardhshme, një metropol me më shumë autonomi, më shumë demokraci dhe pranë qytetarit sipas vizionit të Partisë Demokratike. Vjen në faqen 4 ky shkrim nga Ylli Aslani. Rënohet siguria dhe rendi, shteti humb kontrollin mbi zonat turistike. Vrasja e portugezit në Ksamil dhe anglezes në Palas këmban alarmi.
Nga Frank Shkreli, ish drejtori I Zërit të Amerikës. Nga paralajmërimi Demokracia nuk pret të zgjimi qytetar dhe alarmi Demokracia në rrezik. Ky alarm nuk I drejtohet vetëm qeverisë apo opozitës, por gjithë shoqërisë shqiptare, sepse Demokracia nuk është pronë asnjë partie politike, por e qytetarëve. Lëvizja e njohur si Revolucioni I Flamingove ka mobilizuar mijëra shqiptar, veçanërisht të rinj, ndaj ky mobilizim është pjesa më shpresdhënëse e zhvillimeve të sotme. E gjeni në faqen 10 dhe 11 këtë shkrim nga Frank Shkreli. Kronik, violinisti shqiptar kapet me 1 milion euro kokain, ku deklaron se e mori në Shqipëri, skema me armë dhe tronditja e orkestrës. SPAK hap garën për 40 pozicione hetuesish në BKH, ja kriteret në faqen 14. Në rubrikën Mjeku në familje do të lexoni menopauza dhe rreziku I shtuar për sëmundjet kardiovaskulare, simptomat, shkaktarët dhe faktorët e rrezikut, ja shenjat që nuk duhen ngatruar mes menopauzës dhe tiroides. Mozaik dhe aktualitet. Agron Kaja, formati ndeshje dhe ndryshime në superioren 2026-2027, Artur Lekbello mendoi një kampionat europian të lirë, pas skema të ndërsjellta. Ergjys Alushi, 11 vjet nga vdekja e artistit të popullit Albert Vëria. Rushit Kuçi, 82 vjet nga brigada e 16 sulmuese dhe rruga e heroizmit në faqen 16 dhe 18. Në rubrikën opinion dhe koment do të lexoni Demokracia matet edhe me guximin e reagimit nga elitat, nga profesor doktor Afrim Krasniqi. Nga Pal Nikolli vjen shkrimi me titull Kush po I djeg pyet në faqen 5. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Telegraf për këtë mëngjes. Do të ndalemi tani në një tjetër gazetë të përditshme. Do të shohim titujt kryesor të gazetës Sot. Klodiana Lala plas bombën, një ish-ministre e Partisë Socialiste bie në rrjetën e drejtësisë. SPAK po gjurmon transfertat e parave jashtë vendit, ja si pozita ligjore e Belinda Ballukut. Janë rënduar, po kqyren 10 telefona, priten zhvillime nga dosja Aruba. E gjeni në faqen 3. Provat e reja në SPAK, avokatja godet Ulsi Manjën dhe Tauland Ballën, zbulon si manipuluan dokumentet dhe sistemin Teams për llogari të një zyrtareje VIP. Në faqen 7. SPAK prej 5 vitesh mban të mbyllura dosjet e bazave detare, mbi 25.000 zyrtar në rrethin e akuzave, kallëzuesi paralajmëron se regjistrimi I tyre në hetim mund të rrëzojë qeverinë, ja si Rama I ka shpërblyer disa prej këtyre me poste të rëndësishme. Në faqen 4. Papa zbulon prapaskenat e vizitës Soros te Rama, dosjet e fshehta që kanë mbërritur në SPAK nga SBA për miliardat e zbuluara në Dubai, Singapore e Gjenev, raportet e CIA-s e FBI-s dhe rreziku që I kanoset kryeministrit nga grupet mafioze. Në faqen 5. Plas skandali me fondet e kulturës, KLSH zhvesh ministrinë e Blendi Gonxhes mbi 6.2 milion euro abuzime, vjedhje, afera, tendera të kurdisur dhe miliona lek pagesa për punime fantazm, ja shkaqet. Në faqen 6. Tronditet nga themelet pronari One Albania, aksionet bien me 14.5% brenda ditës pasi kryeministri hungarez zbuloi publikisht se kompania e tij është nëna e oligarkisë dhe thesar mbajtësja e mafias, ja çfarë pritet të ndodh me 4IG. Si po tentojnë t'i hedhin
Paq Burgut, Meta dhe Kryemadhi. Romeo Kara zbulon lëvizjet brenda në GKK, ja strategjia e ish-çiftit për të rrëzuar provat e SPAK. Akshi dhe ADS fusin Shqipërinë digjitale në kolaps pas fiskalizimit QKB-ja e 10 sisteme drejt fikjes. Vjen ky shkrim në faqen 10. Reforma e re territoriale, kryebashkiaku socialisti Maliqit sulmon draftin e Partisë Socialiste. Në Divjak, Klos dhe Dimal, qytetarët vijojnë protestat kundër shkrirjes së bashkive. Në faqen 19. Në rubrikën koment dhe analizë, do të lexoni nga Ferit Metuku, sfidë ndaj reformës territoriale apo ndaj kryeministrit. Nga Pandeli Bardhi, statusi ushtarakut, u shkroft e mos u këndoft. Nga Tomor Shasho, plakat e pallatit diskutojnë edhe për politikën. Nga Bujar Braho, reformatorët e reformimit. Në rubrikën Rajon dhe Botë do të lexoni kush do të jetë presidenti i ri i Kosovës. Kurti dhe Abdigjiku bien dakord për kriteret dhe hapin negociatat për emrat. PDK dhe Aleanca bojkotojnë dialogun. Tensionet rriten në Rusi, Kremlini përgatitet për një valë të re mobilizimi. Mira trupa të Koresë së Veriut mund të dërgohen në territorin rus. Ndryshimet ligjore dhe humbjet masive zbulojnë skenarin që po përgatitet në heshtje. SBA në prag të një vendimi të rrezikshëm për Iranin, zbardhet skenari i përdorimit të armëve bërthamore kundër Teheranit. Para lajmërimit ronditës nga ish kongresmenja dhe frika se konflikti mund të dalë jashtë kontrollit. Zbulohet plani sekret i Izraelit dhe SBA-s për Iranin, mira luftëtar kurd gati të hynin në territor për rrëzimin e regjimit, si e blokoi Erdogani operacionin. Ishin këto titujt kryesorë të gazetës sot për këtë mëngjes. Do të ndalemi tani në një tjetër gazetë të përditshme. Do të shohim ashtu si çdo mëngjes titujt nga bota e sportit në gazetën më të madhe sportive në vend, gazetën Panorama Sport. Përplasja FSHF Koksh, tjetër betejë në Lozan. Më 2 shtator mbahet seanca e parë e përballjes mes dy institucioneve sportive. Pas konflikteve të vitit 2021, palët vazhdojnë sherrin në dyert e gjykatave. Në faqen 8 vjen ky shkrim. Dëmtimi, lajme të mira nga Muçi, gati ftesa e Maran. Mes fushori Kuqezi i Trabzonsporit, djeg etapat e rikuperimit. Afron Liga e Kombeve, golashënuesi pret grumbullimin e kombëtares. Kristian Aslani drejt Sassuolos, shfaqet edhe Monza. Vin në faqen 11 këto zhvillime me legionarët e kombëtares. Egnatia, Demrozi ngres tekën, premton fitimet e kualifikueseve në faqen 3. Kryeqyteti, Tirana e nis pa frikë, Partizani me luhatje. Verdhe Blut, Mergja, forca e Elbasanit do të duket që në Laç, në faqen 7. Teixeira, Dinamo ka grupin kujdes nga qefalia. Ish mbrojtësi bluve bën spionin në Qipro para ndeshjes. Pafosi favorit vetëm në letër. Vijojmë mëtej, zyrtare, Rodri te Barcelona, vjen prezantimi. Kroati, Modric, Milani në nivelin e Realit, jap se qëndrova këtu. Interi, Çalha, Kivu në më parë njeriun pastaj futbollin. Intervista, Guardiola, nuk dua lojtar të mirë, dua njerëz me pasion. Në faqen 19 vjen ky shkrim.
Më 16 shtator, Kupa e Shqipërisë nis me 2 çiftet e turit para eliminator në faqen 9. Gazetën Panorama Sport e gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në vend, nga e hëna në të shtunë, për të informuar me lajmet më të fundit nga bota e sportit, analizat, komentet e çdo gjë tjetër që lidhet me të gjitha llojet e sporteve, jo vetëm me futbollin. Këto ishin titujt e parë, titujt kryesorë të gazetës Panorama Sport për këtë mëngjes, dhe për gjithë ata që sapo na janë bashkuar, ne do t'i rikthehemi edhe një herë gazetës Panorama, gazetës më të madhe në vend. Ky artikulli i gazetës Panorama është kërkesa e protestuesve. SPAK ku je? Duam drejtësi me peshqit e mëdhenj. Aktivisti, të publikohet dosja e Ballukut. Shtatori i fuqishëm, protesta kundër qeverisë ka hyrë në ditën e 81, ndërsa qytetarët në shesh kërkojnë dorëheqjen e Edi Ramës dhe arrestimin e peshqve të mëdhenj. Aktivisti Andi Tepelena ju drejtua SPAK-ut me kërkesën për të vepruar ndaj tyre, ndërsa kërkoi që dosja Balluku të bëhet publike. Në faqen 2 dhe 3 vjen ky shkrim. Nga pasaportat e monedha, hapat drejt shtetit Bektashi në Tiranë, çfarë po përgatitet në shtator, akuzat e protestuesve ndaj Ramës. Media franceze zbulon detajet, gjithçka është gati, detyra që do të marrë ish-këshilltari i Bill Clinton. Në faqen 3 dhe 4. Festa në Ksamil kthehet në tragjedi, vritet me thik turisti portugez, 12 persona në pranga. Sherri për një vajzë, autori kapet në bagazhin e makinës së 2 turqëve. Në faqen 7. Të përndjekurit, dëmshpërblimi, çelet kësti i 4, lista me trashëgimtarët, vjen në faqen 22. Për pensionistët, abonet falas hapet tenderi për sistemin e ri. Reportazhi në përgjurmët e Migjenit në Puk, të panjohurat e poetit në faqen 14 dhe 15. Në rubrikën Opinion do të lexoni nga Sander Leshaj, vjen opinioni me titull Pater Hapel. Nga Irena Beqiraj do të lexoni opinionin A ka ardhur koha për një alternativë tjetër politike? Dëshmia e Vinçanit për 1943-shin. Tito në krye të PKSH-s, propozimi i Enver Hoxhës që i befasoi të gjithë në mbledhjen e PKSH-s në faqen 16 dhe 17. Ky ishte edhe titulli i fundit i gazetës Panorama për këtë mëngjes. Kemi lexuar kështu titujt kryesor të gazetave më të rëndësishme në vend. Do të shkëputemi tani për publicitet, rikthehemi pas pak në hapësirën e telefonatave.